gjithë analizën time që kam publikuar dhe sot është në të njëjtën çështje, sepse gjitha këto vendimarrje janë vendimarrje anti-shqiptare që nuk i shërbejnë absolutisht kombit ton, vendit ton dhe aspiratës gjithë shqiptarëve për të qenë anëtarë me drejta të plota dhe me standarde europiane në Bashkimin Evropian, edhe pse u parlajmërua kryeministri, edhe pse ambasadat dhe faktorët ndërkombëtar kanë artikuluar mjaft qartë faktin që pasja një drejtësie të pavarur dhe mos pasja një mburoje politike, por nga ana tjetër dhe fakti që ka vetëm një rrugë, ajo e procesit integrimit evropian që fillon nga reformat, fillon nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, dhe fakti që politika në fund të ditës është vendimmarrje.